Shikuesve, mirë se vini në vizionin e Vazitës. Ritakojmë edhe sot si çdo ditë për të qëndruar së bashku deri në orën 18:50 për të mirëpritur ata që janë miq tanë, të cilët do të flasin bashkë me ne sot për një temë e cila është interesante dhe duhet parë nëse mund të pranohet në kulturën shqiptare. Ne kemi quajtur divorcin në krevat dhe lind pikërisht nga studimet që janë bërë vitet e fundit dhe që flasin se çifti mund të jetë në një jetë më të shëndetshme dhe harmonike me njëri tjetrin nëse flen në dhomë apo krevata të ndara. Kjo lidhet pikërisht me atë që mund të jetë edhe ana shëndetësore, një gjumë mirë, një jetë cilësore po ashtu. Ne kemi përgatitur një material, ju tregon më qartësisht se për çfarë do të flasim dhe vetëm pas pak do të jemi me miqta. Gjumi është një ndër proceset jetësore pa të cilin trupi por as mendja nuk funksionojnë siç duhet. Për produktivitet gjatë ditës, ekspertët sugjerojnë që duhet bërë një gjumi mirë natën. Ka studime të cilat e cilësojnë gjumin e rehatshëm edhe si çelësi për një marrëdhënie të suksesshme. Madje, shumë çifte të njohura dhe jo vetëm, po ndjekin një praktik që më parë shihej si një shenjë ftohjeje në marrëdhënie. Fjetje në shtretër apo dhoma të ndara. Kjo praktikë e veçantë, që tashmë ka marrë emrin divorci nga gjumi, po përhapet gjithnjë e më shumë dhe po perceptohet jo si një problem, por si një zgjidhje e zgjuar për të shmangur tensionet e panevojshme dhe për të ruajtur harmoninë në çift. Sipas gazetës gjermane Focus, divorci nga gjumi nënkupton fjetje në shtretër të veçantë ose në dhoma të veçanta, jo për shkak të problemeve në çift, por për të siguruar një gjumë cilësor dhe të pandërprerë. Kjo është një zgjidhje praktike që për shumë njerëz është ndëruar në përfitim emocional dhe fizik. Një ndër vendet e botës që e zbaton këtë praktikë është Japonia, pasi për japonezët një gjumë i qetë do të thotë paqe. Për ta, nuk ka rëndësi se sa i vogël mund të jetë apartamenti në të cilin jetojnë, pasi asgjë nuk i pengon që të flenë në shtretër të ndarë nëse jo në dhoma të ndara. Edhe amerikanët duket se janë më të qetë kur flenë pa partnerin e tyre. 30% e amerikanëve thonë se flenë më mirë vetëm dhe kjo nuk do të thotë se ata nuk janë të dashuruar me njëri tjetrin. Ka disa arsye se përse zgjidhet si praktik. Oraret e ndryshme të gjumit, gërhitja, veset gjatë fjetjes e shumë të tjera që ndikojnë në prishjen e harmonisë së një procesi kaq të nevojshëm për trurin dhe trupin e njeriut. Nëse një çift zgjedhin që të flenë të ndarë, mos u shqetësoni. Mes tyre nuk ka zënka, por një dëshirë të përbashkët që të flenë të qetë dhe secili në rehatin e tij, duke ndihmuar kështu që të rikuperojnë energjitë e shpenzuara gjatë ditës dhe duke ruajtur një marrëdhënie të shëndetshme në çift. Ato reagimet e kësaj e ndiqnim këtë material, sepse siç e thash, nuk e di nëse mund të pranohet lehtësisht paktën në kulturën shqiptare, po ndoshta edhe jashtë shihet si një formë për të ndarë edhe për të mos qenë aq afër me partnerin. Është shpesh flet edhe për problematika që mund të ketë tek ndërlidhja me ta. Apo jo, pastor? Mirë se vjen. Faleminderit. Mirë se ju gjeta, mirë se ju gjeta. Gjithmonë do të kem në studio. Faleminderit. Kemi sot po ashtu edhe Teuta Dupi, e cila është blogere, do të na thot pak edhe opinionin e saj në lidhje me atë se si e sheh jetën në çift në dhoma të ndara. Falenderoj shumë që e këtu të unë, kënaqësi shumë. Dhe po ashtu Teuta Borova, e cila është ekspert e udhëtimeve, besoj që i ka parë pak edhe çfarë bëhet në botë dhe sa pranohet realisht. Ne kishim mundësinë të përmendim Japoninë, Amerikën, po ndoshta edhe në vende të tjera mund të kesh parë pak se çfarë ndodh dhe ta ndajmë për shikuesit. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Ne do të jemi po ashtu nëpërmjet një lidhje Skype edhe me sociologun Gëzim Tushi. E përshëndes me njëherë. Falenderoj shumë profesor që je këtu. Kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën. Unë dua një përshtypje të parë, ndoshta nga profesori, se si e sheh këtë jetesën në dhoma të ndara apo edhe në krevat të ndarë për një jetë më cilësore, gjumë më të mirë, shëndet më të plotë, siç thoshte edhe inserti që ndojshëm në nisje të programit. Pas pari unë duhet të them që do të ishte krejt normale që përfshihet dhe për gustot dhe për mënyrën se si e ndërtojnë jetën në çift njerëzit, e para nuk mund të kemi të drejtë të diskutojmë sepse është një çështje personale. Në këtë kontekst do të thoja që nuk është fenomen që ka ndodhur tani, nëpërmjet letërsis ne dim që familjet aristokratike, për dhe familjet e borgjezisë së madhe të epokës së artë, domethënë të bel epokës,
e kanë pasur krejt të zakonshme këtë mënyrën e të fjeturit veç në dhomat të veçanta apo në shtretet të veçanta. Unë gjykoj që arsyeja pse ky koncepti tradicionalistit i të fjeturit së bashku në të njëjtin shtrat, më shumë se arsye biologjike mund të ketë pasur dhe arsye sociale dhe çështjet të hapësinore të mundësive për t'i siguruar këto kushte për të jetuar në mënyrë të ndarë. Kështu që unë mendoj që kjo lloj distance që ka filluar të aplikohet tani në çiftet e reja në vende të ndryshme, po jam i bindur edhe në Shqipëri, është një fenomen përgjithsisht unë nuk e quaj të gabuar, është i dobishëm, sepse në fund të fundit një çift e mban të lidhur erotizmin dhe seksualitetin e tij jo vetëm të qenurit të non-stop pranë të lidhur në çdo moment. Domethënë nuk është ky sindromi i ngjitjes në shtrat në mënyrë të pandashme nga njëri tjetri, nuk mendoj se është shumë produktiv, nuk mendoj se jep ndonjë rendiment të madh as seksualitetit, as erotizmit, as lidhjes shpirtërore. Pra nuk janë distancat nëse ple në shtretet të ndryshëm apo në dhoma të ndryshme, ato që vërtetojnë shkallën intensitetin e erotizmit, dashurisë dhe seksualitetit të çiftit martesor. Dojmë mos që ka disa gjëra pozitive dhe unë gjykoj që gazeta gjermane, studimi gjerman me të drejtë thotë që nuk dëshmon që domethënë divorci i gjumit është shprehje e krizës së marrëdhënies së çiftit martesor. Përkundrazi, jam dakord me ato konkluzionet, me ato preambulat e një pas njëshme që studimi ka vërtetuar efektet shëndetësore, efektet emocionale, efektet e tjera që çiftit. Dhe unë mendoj që kam përshtypjen që kjo të fjeturit në distancë, jo vetëm që nuk e fton marrëdhënie, por kam përshtypjen që e rrit intensitetin e asaj kohe të përshtatshme, të atij momenti që njeriu ka nevojë për këtë lidhjes, qoftë kjo lidhje biologjike, lidhje seksuale apo lidhje emocionale, sepse besoj që kjo pjesë e jetës shoqërore edhe jetës intime nuk është kaq e madhe sa duhet mbuloj gjithë hapësirën, gjithë të drejtën e individit për të pasur një lloj pavarësie. Pastori nuk ishte dakord, kam përshtypjen se reagimet kanë qenë vazhdueshme dhe kur ndoshta materialin edhe Pastori mund mos jetë dakord se cili ka mendimin e vet, po unë them që ka disa arsye të tjera që shikon njeriu i kohës së sotshme, që kërkon edhe të jetë i suksesshëm, që kërkon të jetë me rendiment të lartë të procesin e punës, që kërkon të ketë generatorin e energjive për të realizuar disa objektiva të tjera, të cilat nuk janë domosdoshmërisht të lidhura vetëm me dhomën e gjumit. Mos ta idolatrizojmë këtë çështje kaq shumë duke menduar që me që tradicionalisht në shoqërinë tonë, unë nuk them, se kjo që po them unë nuk do të thotë që njerëzit duhet ndahen mos flenë në shtatin e përbashkët martesor, por kjo është e thashë në fillim. Për zgjidhje personale është çështje shihesh dhe për këtë nuk mendoj se kemi të drejtë ne të japim gjykimin të instancës së fundit. Pastor, po. Po, më pëlqen që profesori është dakord që ne të kemi mendime të ndryshme. Dhe besoj që ajo ku unë nuk jam dakord është kur e thot që të fjeturit në krevate të ndara apo dhoma të ndara është më mirë se sa të fjeturit në të njëjtin krevat. Pra, unë nuk jam kundër që kur njerëzit kanë probleme fizike me gjumin, lëvizin shumë, apo mund të jenë të rrezikshëm duke goditur pa dashje, pra, ose kur gërhasin në një mënyrë shqetësuese, rregullohen të gjitha këto dhe ndoshta për një farë kohe mund të jetë e nevojshme ndarja, por jo në parim. Ky është diskutimi më i rëndësishëm për mua, që nuk duhet të jetë një vetëqim i tillë në parim, sepse të fjeturit në të njëjtin krevat, e para punës, krevati nuk është i vogël, krevati ka hapësirë për njeriu njësoj sa çdo kishte në krevatin e vet të ndarë, që nuk është problem rehatia personale apo gjumi i mirë. Përkundrazi, është e ditur që prekja, afërsia, të qenurit afër personit të dashur çliron oksitoksinën që emocionalisht është e rëndësishme për ndjenjën e sigurisë, për ndjenjën e rehatisë, e kupton? Gjithashtu komunikimi do vuante nëse nuk do ishte një rast i tillë i zakonshëm kur njerëzit janë të shtendosur, zakonisht pas punës janë të çliruar, në një farë mënyre janë më të gatshëm për të folur për gjëra që nuk do flitshin në zakonshmërinë e jetës së tyre. Aty është momenti për të reflektuar ndoshta, për të thënë diçka ndryshe, edhe ke mundësinë të jesh afër personit që don.
Tjetra, sigurisht, hallet, problemet, zënkat e ditës, kur je afër të detyrojnë që të merresh mos flesh gjumë pa e zaruar një hall, një problem, ne lutemi bashkë me gruan time para se të flejmë. Pra, ka shumë arsye praktike pse të fjeturit bashkë është e rëndësishme. Edhe ritmi i ditës bashkë, fjetja në një kohë të ngjashme bashkë, mund të shkojë dikush më përpara për një arsye për një tjetër, po një ritëm i zakonshëm i çiftit është i rëndësishëm për komunikimin, për afërsinë emocionale dhe të fjeturit në krevate të ndryshme, në fakt, nëse nuk është shenjë e problemit, bëhet problem. Kështu që unë nuk do thoja që duhet ta nënvizojmë si prioritet. Mund tjetë e detyruar për arsye praktike, por jo si prioritet apo si një zgjidhje. Nuk është një zgjidhje për kundër. Po. I dashur pastor, unë nuk thash që është nuk thash që në fillim e theksova që është një çështje personale, një zgjidhje personale. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse në fundit jetojmë me një kohë kur marrëdhëniet sotshme janë të personalizuar dhe stili i jetës sotshme nuk është më i determinuar as nga dogma, as nga morali, as nga ato fantazitë e vjetra të cilat në kohën e sotshme nuk paraqendrojnë shumë. Pra çdo njeri ka të drejtë ta zgjidhë jetën intime si të dojë. Për sa i përket asaj që thatë ju për oksitocinën, apo dopaminën, apo serotoninën, që janë hormonet e lumturisë, unë mendoj që jo domosdoshmërisht kjo treshe e hormoneve që krijojnë kënaqësi, lumturi dhe që rregullojnë temperamentin, seksualitetin, erotizmin, e gjitha këto është fjala për pjesën e fundit i dashur pastor, është fjala për deprofundisin e ditës. Pra, kur ti ke mbaruar pjesën e tjetër, ke mbaruar komunikimin, ke mbaruar të gjitha gjërat e tjera, ke mbaruar dhe seksualitetin, në shtratin e përbashkët, në domën e përbashkët, ku të duar, një minutë. Tu është fjala për gjumin, po flasim për gjumin, për pjesën e fundit të qetësisë, të rehatisë që është personale, individuale, duke shmangur të lloj bezdish që mund të ketë njeriu. Pra, ti mund të kesh sindromin e ngjitjes, ka prej atyre që nuk shqiten nga bashkëshorti dhe nga bashkëshortja, dhe kjo nuk ka asgjë të keqe, të rinë tërë natën mbase të shkrirë së bashku, dhe kjo nuk ka asgjë të keqe. Po ka prej atyre që nuk e durojnë të gjë. Dhe unë mendoj që për sa i përket studimet pikërisht këtë tregojnë që njeriu me sa duket, kjo distanca, largimi i këtij sindromit të ngjitjes, që kthehet nga njerë në bezdi, mos të them edhe në neveri, sepse tjetri kushdo qoftë, edhe i dashuri më i madh qoftë, mund të krijojë bezdi, mund të krijojë shqetësim, edhe pse e do shpirtërisht, edhe pse e do seksualisht, po nuk e do për tërë natën që t'jesh i lidhur me të. Kështu që në këtë kontekst, këto përfitimet e tjera janë të rëndësishme që duhen vlerësuar. Je dakord me profesor? Jam shumë plotësisht dakord, profesor Gjini. Jam dakord në mënyrën se si edhe në fakt e argumentoj dhe është shumë i qartë. Pra, ai nuk thot që ndahuni tani dhe flini veç se jeni më të lumtur, po flasim për fenomenin kur ndodh. Tani, krevati është shumë i madh, por edhe kur shtyesh në cep krevatit, njësoj sikur flen veç, je. Kështu që, pra, për të njëjtën gjë po flet. Është e njëjta gjë. Nëse unë shtyem cep krevatit, se dua të flej rahat, në mos nga gërhima, dua qetësi, në fakt nuk kam lënë asgjë për të zgjidhur në krevat, kur të flej, edhe nëse jam e zemruar, nuk kam ngel hiç të shtrihem aty tani dhe të rridhe kështu me stresin që a mi afroj këmbët, po prit tani a do pajtohet, do flasi i paris, do flasi, ngel edhe pa gjumë. Kështu që nëse nuk janë sheshu gjëra gjatë ditës, më mirë të bëja të gjumin rehat, unë praktikisht flej në krevat dopjo. Por, kam kuptuar tani se se kisha menduar ndonjëherë, qysh se kam lindur kalamajt, kam bërë këto truket, njërë kalamajt madhe në mes, deri 5:30, pastaj murat vogël. Se me thënë drejtën, nuk e kam menduar ndonjëherë si trend, ose as nuk e di që njerëzit e bë kanë këtë, por gjithmonë kam thënë, zotë Ullët, se duhet të kuptojmë që ne jemi shqiptarë, kemi zakonet dhe edhe mentalitetin tonë që për shumë tema është shumë e vështirë dhe kur ti e thua në televizor do fillosh të presësh një lumë komentesh se nuk futen të thelbi, janë vetëm si përfaqësor që ju po prishni familjet e ndarjet dhe nuk ka lidhje fare me këtë gjë.
Është e vërtet që ky përqafimi dhe kjo ngrohtësia kur ti është aty në fillimet e veta, kur ja akoma pa u përballë me gjërat e rëndësishme dhe me gjithë dallgët e jetës, por me qenë e vërtet, unë personalisht, dhe është një koment që e kam marrë dhe nga bashkëshorti, gjumin e dua gjumë. Tani, ti ke një televizor, po marrim rastet, në domën e gjumit, burri do me pa televizor, ti s'do. Ajo që do thoja unë... Do të rritë të shtrihet, do të shofi dhe telefonin, unë s'dua. Unë dua që kur të shtrihem, po ta them praktikisht, se nuk e di arsyet që e bëjnë tjerët. Dua që kur të shtrihem për të fjetur, unë dua të flej. Nuk dua asgjë të më bëj zhurmë, hap një sitar, dis dritën, dis këtë. Bravo, unë jam i sigurt në një përqindje shumë të lartë, 97.3% i sigurt. Ja, nuk janë. Kjo ndarje në krevate të ndryshme është më shumë në interesin e burrave se sa në interesin e gratë. E ke shumë gabim. Jam i sigurt. E ke shumë gabim. Gratë do t'ishin më të lumtura, t'ishin afër burrit. Unë jam grua që po flas. E di, por... Ti po flet për krevatin ti hyke bashkë. 3%. Jo, pra. Ti hyke 3%. Ju po them 90% e grave. Jo. Ose më mirë me thonë, jam i sigurt që kjo ndarje do t'jetë më shumë në interesin e burrave se sa në interesin e gratë. Sepse gratë janë ato që duan më shumë apërsi, emocionalisht. Thjesht njerëzit e kanë problem ta thonë me zë të lartë se ne jemi një popull që çfarë mendojmë nuk e themi, se kemi frikën e gjykimit. Unë personalisht e kanë tendencën, burrat tashmë e kanë tendencën sa mbarojnë marrëdhënie seksuale, tendenca e burrave është kanë marru. Ato du më të shu nga krevati madje, me hik, me pa televizora, në i gjo tjetër. Gratë janë ato që duan të vazhdoj ngrohtësia, intimiteti, sepse intimiteti nuk është vetëm seksual. Intimiteti është edhe emocional. Po nuk jemi në atë pjesë. Nëse ti e bën këtë zakon, ti ke shkapruar më shumë se sa... E kemi vetëm të pjesa e gjumit, nuk folëm për gjatë qëndrimi. Po tash. Si që tha dhe profesor Gëzimi, është një tematik që shumë e ndjeshme. Do me thënë, ajo çfarë është më e mira për mua nuk mund t'jetë për ty, apo nuk mund t'jetë për dikë tjetër. Është normale që në fillimet e një marrëdhënie, kur çiftet janë të reja dhe të pa konsumuara në shumë aspekte të jetës, ashtu siç e tha dhe Tea, pa filluar ato problemet, ardhja e një fëmie, të ndeturit pa gjumë, gjithë natën, shumë probleme tjera, kur dhe gjumi duhet ta theksojmë, është dhe shumë i shëndetshëm. Pra, dhe nëse ai partneri lëviz një i ri e ka më të thellë, e ka më të cilësore gjumin, vjen një moshë e caktuar mbas 40-ave, njeriu bëhet më i ndjeshëm, e domethënë mos të shkojmë kaq larg te partneriteti. Unë sa jam kthyer nga një udhtim që isha me një pikë keq dhe kam kuptuar dhe udhtimet tani e dua dhomën vetëm për veten time. Pa dashur, ajo s'ka gjumë, mund të rri me telefonin, më shkakton probleme drita e saj, lëviz shumë, dhe pse jemi me krevatet tek. Jo, shiko. Shkalla e egoizmit në shoqëritë e civilizuara, sa po vjen edhe po rritet për mirë, se dua ta them këtë. Dhe, pra, edhe po të shikojmë, do me thënë, me pak fjalë, ne jemi shoqëri që jo të gjithë e kanë mundësin, se po ta kenë mundësin, të gjithë do duan të kenë 2 dhoma i gjumi, dhe mbasi e kalojnë gjithë shka që ndajnë me njëri tjetër, gjumi në një farë mënyre është vdekje dhe njeriu nuk ndjen, do me thënë. Një sekond, jo, nuk hynë gjumi ke sakrifica. Sakrifica është aty kur unë jam me ty, nëse ti ke problem. Se kam jetën varur në gitarë, sakrifikoj unë gjumin për çfarë? Dhe po të shikojnë. Gjumin, ne kujdesim e për së të gjë, ne po flasim për gjumin. Të kujdesim edhe në gjumë, thua ti. Po pse mendojmë që qenia seksuale... Duhet të sakrifikojmë për njëri tjetër. Pse mendojmë që qenia seksuale e çiftit është vetëm e lidhur me shtratin martesor? Më lejoni të thënë diçka. Po jo, nuk po flasim vetëm për mirëqenien seksuale, po edhe emocionale. Intimiteti, se ndoshta ndikon edhe në ndarjen e diskutimeve shpeshherë, të gjërave që kalojmë gjatë ditës. Tamam, intimiteti jo seksual është më i rëndësishëm. Jetja veç, me thënë drejtën edhe se se bëjmë, është i shëndetshëm për gjumin edhe të gjithë mbretërit kanë qetur në vete. Jo, ka dhe një arsye tjetër përveç kësaj të reatisit gjumit, qofse më lejoni ta them. Shikoni, e para njerë që ky modeli klasik, tradicional, nuk e di, apo dëgjojmë? Dëgjohesh qartë. Ky modeli, ky retroseksuali i vjetër, tradicionali, i cili në mënyrë shekullore dhe pastori ka të drejtë, është që besoj, nuk e di, që kur është krijuar familja, besoj që tradicionalisht seksualiteti ka qenë i lidhur me shtratin martesor, bile për të ka poezi, poema,
shinjtërime të shtratit martesor, si çuditbërës e tjere tjere. Tani këto, sot kemi një tjetër lloj, sot kemi metroseksualitetin, të seksualitetin modern, sot nuk realizohet vetëm në shtratin martesor. Pire si që dini në kohën e sotshme, një pjesë e të rinjve e qifteve, nuk po them për seksualitetin jashtë martesor, po flas brenda martesor, e realizojnë seksualitetin ku ju do qefi, në shtëpi, në kuzhinë, duke parë televizorin, në makinën e tyre. Pra jo domosdoshmërisht duhet ta konsiderojmë si një tabu që seksualiteti duhet realizohet me domosdoshmëri në shtratin martesor. Nuk është kjo tema, profesor. Ne mund të ngulim këmbë, ne po themi për intimitetin jo seksual. Ne mund të ngulim këmbë sa të duam, gjërat po ndryshojnë dhe këto këmishat e vjetra që nuk i rezistojnë më kohës së sotshme. Prandaj thash secili ka stilin e vet të tjetuarit, ka stilin e vet të seksualitetit, ka stilin e vet të gjumit, ka gjithçka të personalizuar. E kemi të kot që kërkojmë të lëmë të bëjmë kështu korniza të përbashkëta për gjithë shoqërinë, për gjithë shiftet, ka marrë fund kjo epokë. Nuk po flasim për seksualitetin. Nuk po flasim për seksualitetin. Do të fleshi për qafuar. Po flasim për intimitetin jo seksual. Po, do të fleshi për qafuar. Gruaja ime do nuk s'du. E pra jemi në rregull, te po themi që duke fjet veç. Që pastori ju po bëni sakrificën atë që po sakrifikoj për hatrin e asaj. Po nuk është normale, pse duhet sakrifikosh dhe këtë gjumë, po nuk është normale. Ajo s'tregon asgjë. Ti duhet t'i thuash pra që nëse ajo fleka qete krau dhe ti s'flen, nuk ke pse ta bësh të sakrificë. Jo, ajo rri pak edhe më i them tani. Tani i këtë cepi. A këtu fundar pra krevati, kaqës. Shiko, aty ka shumë gjëra që ndodhin nëse jenë në të njëjtin krevat. Asgjë s'ndodh fare, asgjë s'ndodh. Ka shumë biseda, ka shumë shakara. Asgjë s'ndodh. Po jo nuk ka shakara, do të qeshësh. Se si ndikon cilësia e gjumit në marrëdhënie në çifte, në diskutime. Duhet bëjmë një shkëputje publicitare, profesor, dhe mbajeni mend fjalën tuaj atë që do thoni dhe e themi pas publicitetit.